A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Të dashur ndjekës të kanalit ton, jemi ritakuar sërish së bashku për të vijuar me mësimin e radhës. Do t'ju kujtoj që mësimin e kaluar kemi marrë së bashku fethan, pra zanoren e. Kemi lexuar bashkarisht ushtrimet përkatëse dhe besoj se edhe ju tashmë i keni shkruar në fletore si arabisht ashtu edhe shqip. Ndërsa sot do të vijojmë me temën tjetër kur fetha kthehet, pra zanoria e kthehet në a. Do të shihni me kujdes pikërisht tek shembulli i parë ku kemi hemzen, e cila ajo pa elifin me ngjyrë të kuqe lexohej thjesht e. Ndërsa kur shohim se pas fethas e, pra vjen elifi, si që kemi këtu me ngjyrë të kuqe, i pashënjuar, pra nuk ka as një zanore, nuk ka as një shenjë, është bosh. Ajo luan rolin e kthimit të es në a, duke e zgjatur atë dy kohë. Pra, nëse hemze në tabel si që shihni, është vetëm me fetha sipër, lexohej e, ndërsa nëse vjen pas fethas, pas es, zanores e, vjen elifi si që shihni këtu me të kuqe, por është e pashënjuar, atëhere ajo e kthente fethan e në a, dhe lexohet a, duke e zgjatur. Një metodë tjetër e ngjashme është pikërisht vendosja sipër shkronjës e një shenje të tillë që ngjason pra me presjen në gjuhën shqipe si që kemi ne. Edhe kjo gjithashtu lexohet duke e zgjatur dy kohë. Për ta kuptuar më qartë, vazhdojmë me shembujt siç ju i shihni. Pra, thame, hemze këtu lexohet edhe kjo gjithashtu lexohet vazhdojmë me një shkronjë tjetër dhe këto janë shkronjat e holla. Mos harroni se kemi thënë në mësimet e kaluara që shkronjat në gjuhën arabe ndaheshin në dy grupe, në të holla dhe në të trasha. Dhe këtu kemi shembujt me shkronjat e holla. Kemi shkronjën b. B-ja pa elifin e kuq lexohej me fetha, me zanoren e, b. Ndërsa këtu shohim se pas fethas, pas pra zanores e ka ardhur elifi, me ngjyrë të kuqe shihni këtu, që të jetë me dallueshme, por ajo është e pashënjuar, pra nuk ka asgjë. Atëherë elifi këtu me të kuqe luan rolin e zgjatësës së fethas, pra së zanores e. Dhe si lexojmë b. E njëjta gjë vlen edhe për shembullin tjetër, sepse janë të njëjta shkronja, por b-ja këtu ka ardhur në fillim dhe kjo thame shenja këtu tregon pra se zgjatet në dy kohë. Vazhdojmë me shembullin tjetër, te. Pra e njëjta është edhe shembulli tjetër, por gjithmonë këtu kemi marrë në fillim të fjalës dhe shenja sipër tregon se ajo kthehet ose më saktë lexohet me a, por jo vetëm, por edhe zgjatet. Te. Vazhdojmë me shembullin tjetër, the.
the, pra zgjatet 2 ko. Vazhdojmë. Mos harroni se elifi këtu është në rolin e zgjatës. Po si kuptohet, mund të pyesni? Kuptohet nga se elifi është e pashënjuar. Pra këtë unë do ta përsëris disa herë në mënyrë që të bëhet sa më e qartë. Nëse elifi është e pashënjuar dhe pra para elifit ne kemi zanoren fetha, atëherë kthehet fetha, zanoria e kthehet në a dhe zgjatet. Në rastin konkret, edhe këtu i njëjti shembull, por mënyrë tjetër të shkruarit është gjimi në fillim dhe kjo është shenja që e zgjat 2 kohë. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Zgjatet thame, pra 2 kohë, as më pak, as më shumë. Vazhdojmë. Për shkak se nuk lidhet shkronja del dhe ka ardhur elifi, as elifi nuk lidhet dhe të dy shkronjat pra janë shkronja që nuk lidhen. Kështu që ajo lexohet me a, de. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Dhe. Vazhdojmë. Ze. Për të vazhduar pastaj me një shkronjë tjetër që është lidhur me elifin dhe është në rolin e zgjatëses. Sepse shihni këtu me të kuqe, është e pa shënjuar, pra është bosh. Kështu që është zgjatëse e es, e zanores e. Lexohet se. Vazhdojmë. Aini ka sërish me elifin në rolin e zgjatëses dhe zgjatet dhe shkruhet në fillim të fjalës në këtë formë dhe nëse ka këtë shenjën si presje sipër, tregon se edhe ajo zgjat ngjashëm me elifin kur është e pa shënjuar pra. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Vazhdojmë me kafin, dhe e njëjta gjë vlen edhe për shembullin tjetër që lexohet njëjtë, por është në fillim të fjalës dhe këtu ka sipër ka shenjën që tregon se zgjatet pra 2 kohë. Vazhdojmë me lamin, e cila këtu pra ka ardhur fetha dhe është lidhur lami me fethan dhe fetha është në rolin e zgjatë, sepse këtu ne kemi 2 shkronja nëse jeni të kujdesshëm. Kemi 2 shkronja, kemi lamin, kemi edhe elifin. Mirë po, elifi tu ka ardhur e pa shënjuar, pra ka ardhur bosh. Kështu që kjo është në rolin e zgjatëses. Edhe shembulli tjetër është me lamin në fillim të fjalës dhe me shenjën tërheqëse, pra e cila tregon se zgjatet 2 kohë. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Në të njëjtën mënyrë lexohet edhe mimi, i cili ka shenjën tërheqëse nga lart. Thjesht është mënyrë e shkruarit ndryshe. Vazhdojmë me nunin që ka ardhur me elif, me ngjyrë të kuqe siç e shihni, por ka ardhur elifi i pa shënjuar, që tregon se elifi është në rolin e zgjatëses. Së kujt? Së fethas, së zanores e. Dhe lexojmë na. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Pra shkruhet në të 2 format dhe lexohet njësoj. Mos harroni. Vazhdojmë me shkronjën tjetër waw dhe ishte një prej shkronjave që nuk lidhet nga të 2 anët, ngjashëm me elifin. Elifi këtu ka ardhur, siç e shihni me ngjyrë të kuqe, pra pa zanore dhe e pa shënjuar, kështu që është në rolin e zgjatëses së es, së zanores e. Lexohet 2 kohë.
Dhe e fundit për sa i përket shkronjave të holla është ja. Pra në shembullin që shihni këtu me të kuqe është elifi në rolin e zgjatësës së es, ndërsa këtu me vizën tërheqëse sipër. Ndërkohë kalojmë tek shkronjat e trasha që këto mos harrojmë se u lexonin edhe vetëm me fetha u lexoshin me a. Pra edhe pse kishin fethan, zanoren fethan sipër, pra një vizë pjertas sipër, lexoheshin me a. Por në këtë rast këto do të vinë së bashku me elifin, por elifi i zgjat dhe e bën dy kopra. Në rastin konkret kemi shkronjën kha dhe nuk lexohet thjesht kha, po lexohet e zgjatur kha. Ngjashëm me shkronjat e holla, edhe khaja nëse vjen me këtë shenjën tërheqëse sipër saj, tregon se zgjatet dy kohë dhe lexohet me a sigurisht. Pra e lexojmë kha. Vazhdojmë me një prej shkronjave të trasha që ishte raja, po kemi theksuar se jo gjithmonë raja lexohet rënd. Ka specifikat e saj për cilën ne do të flasim në mësimet e ardhshme. Për momentin ne do ta lexojmë pra ra, ka ardhur elifi me të kuqe pa shënuar, që është tërheqëse ose më saktë zgjatëse e fethas. Edhe në rastin tjetër e kemi pra me shenjën sipër dhe lexohet ra. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Ra. Nëse nuk do të ishte me elifin, do ishte vetëm me fethan, ne do ta lexonim ga pa e zgjatur. Përderisa ka elifin këtu, siç e shihni edhe ju me të kuqe, kjo tregon se zgjatet dy kohë dhe lexojmë ga. Për të vazhduar me një shkronjë tjetër të trash, që është kafi. Dhe lexohet ka. Shkruhet në të dy forma siç e shihni, me elifin të pashënuar edhe me shenjën tërheqëse sipër shkronjës. Për të vazhduar me shkronjën sad, e cila lexohet sa. Pra pak kujdes, nuk është e ngjashme me se, e cila është e lehtë. Kjo është më e rëndë. Sa. Shkruhet në të dy format. Në rastin konkret këtu është në fillim të fjalës. Vazhdojmë me shkronjën bad. Lexohet ba. Dhe është me pik. Keni kujdes. Ka ardhur pra elifi me ngjyrë të kuqe, siç e shihni, në rolin e zgjatësës së es, së zanores e apo fetha, dhe zgjatet pra dy kohë. Ba. Për të vazhduar me ba. Shkruhet në dy forma siç e shihni ju në fillim të fjalës me shenjën tërheqëse sipër dhe me elifin që është e pashënuar, është bosh, e cila zgjat thame, pra fethan apo zanoren e. Lexohet ba. Dhe në fund kemi shkronjën dha dhe kjo lexohet dha. Pra nuk është si kurse e kemi lexuar dhe është e trash. Për ta kuptuar më qartë, ne do të bëjmë një krahasim midis leximit të shkronjës me fetha dhe asaj kur vjen me zgjatëse ose kur kthehet në a. Këtu kemi në fillim elifin. Këtu sipër kemi e, poshtë sipër lexohet e, pra shkurt, me fetha, me zanoren e. Këtu poshtë me të kuqe kemi përveç se është kthyer fetha eja në a, ajo edhe, si që dëgjoni me vëmendje, zgjatet pra dy kohë.
për të vazhduar me bën. Këtu lexohet B. B. Kurse poshtë është me elif të pashënuar dhe zgjatet dhe kthehet në A. Ba. Ba. Vazhdojmë me shkronjën tjetër. Këto janë shkronjat e holla. Pra, vazhdojmë me shkronjën tjetër T. T. Kurse poshtë lexohet e zgjatur me A. T. T. Vazhdojmë me shkronjën tjetër The. The. Lexohet vetëm me zanoren fetha me E. Kurse këtu lexohet e zgjatur me zanoren tashmë A, sepse elifi luan të rolin e zgjatuses së fethas dhe këtu elifi, pra si që shihni ka ardhur me të kuqe dhe është e pa shënjuar. Si lexohet? Tha. Tha. Vazhdojmë. Gje. Gje. Kurse poshtë lexojmë gje. Gje. Pra, me zgjatëse. Për të vazhduar, me shembullin tjetër, ha. Ha. Kurse këtu zgjatet ha. Ha. Vazhdojmë me një shkronjë tjetër. Këtu lexohet D. D me fetha, pra D me zanoren E. Kurse këtu zanoria E kthehet në A edhe zgjatet sepse ka ardhur elifi e pashënuar në rolin e zgjatëses. Si lexojmë? D. D. Vazhdojmë. Dhe. Dhe e lexojmë shembullin sipër, ndërsa poshtë e lexojmë dhe. Dhe kemi elifin në rolin e zgjatëses, prandaj lexojmë të atill. Kemi shembullin tjetër ze. Ze, ndërsa poshtë e lexojmë ze. Ze. Vazhdojmë me shembullin tjetër se. Se. Pra shkurt, nuk e zgjasim en dhe është me fetha, me zanoren E. Kurse të shembulli poshtë, pra neve e kthejmë fethan në A, E në A dhe zgjasim se. Se. Vazhdojmë me shinin. She. She. Ndërsa poshtë e lexojmë she. She. Vazhdojmë me ajnin. A. A. Kurse poshtë e zgjasim a. A. Vazhdojmë me shkronjën fe. 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 E lexojmë sepse është vetëm me fetha, pra me zanoren E. Kurse këtu poshtë, nga që ka ardhur elifi direkt pas saj dhe është e pashënjuar, është bosh, siç e shihni, nuk ka asgjë, thjesht ka ardhur para elifi, domethënë ka ardhur fetha, ka ardhur E dhe kjo zgjatet dhe lexohet me A. Fa. Fa. Vazhdojmë ke. Ke. Kurse poshtë lexojmë ka. Ka. Për të vazhduar, pastaj me lamin. Le. Le. Shkurt. Kurse këtu e lexojmë të zgjatur. Le. Le. Pastaj vazhdojmë me mimin dhe shohim me zanoren E, me. Me. Kurse poshtë e lexojmë me. Me. Me zgjatje. Vazhdojmë pastaj me nunin. Me zanoren E lexojmë ne. Ne. Ndërsa poshtë me zgjatëse dhe me fetha e lexojmë na. Na. Vazhdojmë me h. He. He lexohet. Kurse poshtë e lexojmë ha. Ha. Pra e lexojmë me zanoren A dhe të zgjatur. Dhe për të vazhduar pastaj me shkronjën e parafundit, për sa i përket shkronjave të holla, kemi wawin, we.
we. Kurse poshtë e lexojmë we. Si që shihni, janë dy shkronjë që nuk lidhen me njëra tjetrën. Dhe e fundit, je e lexojmë. Kurse poshtë, nga që është me elif të pashënjuar, lexohet e zgjatur. Je. Për sa i përket shkronjave të holla, tani shohim se si lexohen pra shkronjat e trasha me zgjatësen elif e cila vjen e pashënuar. Këtu kemi ha, duke qenë se është prej shkronjave të trasha, edhe pse është me zanoren e sipër, ajo lexohet me a kemi thënë. Pra, ha, ra, ga, ka, sa, wa, ta, wa, sa, e kështu me radhë. Ndërsa kur vjen me elif të pashënuar, këto vetëm se zgjatet. Pra në rastin konkret kemi ha, lexohet dhe zgjatet ha. Për të vazhduar, ra, edhe pse është me fetha me e, atë e lexojmë me a, ra, sepse është shkronjë trash. Ndërsa poshtë kemi shembullin që zgjatet dhe lexohet ra. Për të vazhduar me ga lexohet. Kurse poshtë e lexojmë me zgjatje ga, sepse ka ardhur elifi në rolin e zgjatësës tame. Vazhdojmë me shembullin tjetër, ka, edhe pse ka fetha e sipër lexohet ka, sepse është shkronjë trash kemi thënë. Por poshtë zgjatet dy kohë sepse ka ardhur elifi e pa shënjuar në rolin e zgjatësës së fethas së e dhe lexohet ka. Vazhdojmë me shembullin tjetër prej shkronjave të trasha, sa dhe poshtë zgjatet sa. Vazhdojmë me po të njëjtën antare të familjes por me pikë, ba. Lexohet sipër ba, pra shkurt, ba. Vetë është e trash. Dhe poshtë zgjatet ba. Vazhdojmë. Pa. Lexohet shkurt, pa. Kurse poshtë lexohet me zgjatje. Ba. Vazhdojmë. Va. Ndërsa poshtë lexojmë me zgjatje. Va. Sepse është elifi, si që shihni edhe ju, e shënjuar pra me të kuqe, por është bosh, nuk ka asgjë. Prandaj e kuptojmë direkt se ajo është në elifi, domethënë është në rolin zgjatuese të fethas, të zanores e. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Sa lexohet kjo sipër, ndërsa poshtë sa është shkronjë e trash dhe kemi kujdes për sa i përket shqiptimit, ba me elifin si zgjatëse. Dhe shembulli i fundit është pa lexojmë me zgjatëse dhe dha, ndërsa poshtë me elifin që ka ardhur në rolin zgjatëse të fethas të e lexojmë dha. Të dashur ndjekës të kanalit ton, si që shihni, ne kemi përfunduar pra me zanoren fetha e cila kthehej në a nëpërmjet pra elifit të pa shënjuar dhe gjithashtu nëpërmjet shenjës pra vizës tërheqëse që vendosej sipër shkronjës dhe kemi bërë gjithashtu edhe krahasimet midis leximit të shkronjave të holla dhe të trasha me fetha, me zanoren e dhe me fethan e cila kthej në a dhe zgjatej nëpërmjet elifit të pashënjuar dhe shenjës pra ngjashëm me presjen ton pra në gjuhën shqipe, duke shpresuar inshallah taala për të vijuar me ushtrime të ndryshme, por unë nuk
rri pa ju dhënë një sugjerim sërish që ju duhet t'i shkruani patjetër në fletoren tuaj. Pra të gjithë këto që ne morëm dhe i përsëritëm dhe ju duhet t'i shkruani padyshim në fletore dhe t'i përsërisni së bashku me mua dhe mos harroni asnjëherë që në momentin kur ju i shkruani në gjuhën arabe, patjetër t'i shkruani domethënë krahas tyre edhe në gjuhën shqipe se si shkruan apo se si edhe lexohen. Pra, mundeni që ben ta shkruani BE, ndërsa kur është mesgjatëse, pse jo ta shkruani një B dhe 2 A-ja. BAA, ba, dhe ngjashëm të gjithë shkronjat e tjera. Unë ju lë takim në mësimin e radhës, deri atëherë qëndroni në mëshirën e Zotit të Madhëruar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.